para një muaj ishim në pjesën tjetër të shëditores, këtu jemi paka shumë në pikën fundore. E veçanta e kësaj pjese është që nuk është thjesht një shëditore, por këtu i gjithë pjesa e lungëmarrjes është organizuar në formë një parku të madh. Nëse do dalim pak më përpara, është pjesa kryesore shëditoria, e cila është e destinuar për gjithë lëvizjen dhe është bërë tashmë si një korridor i hapur, i ka thyer gjithë ato barierat që ishin me lloj-lloj struktura të çuditshme. Tani mund të kalosh nga njëri skajnë tjetër, në shëditoria që do shkelim aty. Krahas paralelisht me shëditoren kemi parqe, këtu ku jemi është parku i pishave. Akoma nuk është qetur shtresa finale, po mendoj të jetë shtresa e Dolomitit njësoj si të Vlora Parku. Ndërkohë kemi prap një rrugis të gjatë intersektuese. Aty mendohet të realizohet me shtresat e qeramikës të stabilizuar, paka shumë siç është liçeni artificial në Tiranë. Dhe i gjithi është me një oazë modrash, të cilat gjelbërohen me bimë egzotike, por edhe të tjera. Tu është fituar det, a? Po, shumë gjatë det. Dhe ajo që është të bukur është që janë planifikuar dhe të gjitha strukturat që tashmë në projekt. Struktura në nëse do zhvillohet Bishbari, struktura dhoma e ndrimit, changing room, pulla e vrojtimit. Të gjitha ata që kanë pronë dhe mund të zhvillohet brenda projektit duhet t'i nështrohen stilit dhe logjikës projektit. Po, dhe është shumë e rëndësishme që të fillojë të bëhet dhe që të mbarojë projekti. Askush mos rri të presi se po i shpërshpëtonin atë histori. Ta heqin vetë dhe të bëjnë, dhe kjo është mundësia që japin dhe rrisin nivelin, rrisin cilësinë, rrisin të ardhurat, edhe ndërkohë e gjitha bëhet një histori e kompletë. Vazhdojmë me oazët të gjelë për ta premisën, janë rrugicat që i interceptojnë, dhe për to kemi të kompozuar edhe pjesët në tereneve sportive. Në thënë, gjithë kjo akses që ne ecim, deri në fund të qershorit do jetë i shkelshëm deri në 2.2 km. Një shëditore e pandalë. Atje në krah është kërkuar dhe një nga parqet në kundat projektit, një hapësirë 3.000 m2. Kjo ta shtip e kalon lungëmarrjen nga i pamja e cilësisë. Është më private, nga cilësisë kuptimin që ke shumë më tepër hapësirë dhe ke stacionet një natyre tjetër dhe je më larg qytetit, je më pranë natyrës. Ndryshimi është drastik. Po ka qenë kështu. Ripa ishin kështu garde. Kjo nuk duket, kjo ishte si shtek vish që kalojnë në xhungël. Nuk dilje më. Shaqe pastër, duke dërëra, është perfekte kjo pjesë. Është simetrike kjo pjesë. Kjo ka mbaruar, gjithë proceset ndërtimor, nëse i shkojnë mbaruar gjithë pilota dhe kjo mendohet fund qershori do jetë simetrike si pjesa tjetër. Sigur, e kuqe shkallare, madje ideja këtu është që këtu ka qenë edhe një gjë plus kuse, tip piste instalacioni në mes që mund të bësh shfaqje. Kjo do jetë nga dy anët kështu shkallare. Shkallare dhe mund të bësh shfaqje, këtu mund të bësh shfaqje artistike dhe terene sportive për fëmijë, këndet e lojrave, fushat, këndet e forcave, të gjitha të organizuara në këtë oazë. Atëherë këtu shëhet shtresa, ne presim të manduar të marka betonit dhe këto do bëhet polish konkret, janë betonet terrac. Do ka gjë brenda ajo, ka. Po, ka element dekorativ që nga ngjyra kuqe e zezë, është bërë me receptor betoni, është perfekt. Këto çfarë do të thotë? Se këto janë plaka. Janë plaka, janë pjesë. Dhe kjo bukur, kjo është e reja, ha? Bukur dhe kjo shumë bukur. Ha? Nga vajbin shumë të bukur. Kjo vepër shumë bukur.